jemi qëta që deri të desëm krejt që nuk hiqët Ramon Marina, Ali Shukria, edhe Sametin Azemi, edhe Miloshi, me në shkatruën, neve pe Kosovë, mi postat, tretat, barabar me Jugoslavin, mirë me neve, nuk ka me konë, veç kanë me në bopatare krejte. Kur bëjmë funksion publik, kështu të them, me përgjegjësi të lartë shoqërore në Kosovë, duhet ta kuptojmë edhe presionet që duhet t'i kem edhe t'i përballojmë. Prekinu sam sednicu i nema ova govornica se ne može zloupotrebljavati. Trothum kemi qenë, po nikosisht na trothum edhe me popullat. Në kulm kanë qenë me snajper, ka qenë me rëndësi, më kry aj akt, që ka ndodhë me neve, kur kush mos kemi shiqu. LDK ka qenë krejt popullin atë kohë. Ibrahim Rugova na futin histori. Momentet kur të vinë duhura në politike dhe në veprime, duhet me i shfrytëzu. Kanë organizu loj me top, me përfaqësues të policisë të asaj kohe, serbe, rinia e Kaçanikut, për me i hutu që mos me qenë ata aktiv. Erdhi momenti edhe i UÇK-s, edhe i rezistencës të armatosën prej popullatës tonë, që na ka sjellë sot edhe këtu, falë natyrisht edhe aleatëve. Asnjë luftë në botë pa aleatë s'u fitu. Mbajë një mend këtë emën, Feride Hyseni. Zoja Feride, faleminderit nga zemra për këtë bashkësi. Faleminderit edhe ty. Për këto dhe shumë të tjera, këtë të shtunë, në ora 21 në KTV, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.